prej 58 delegatëve, domethënë nënshkruesve potencial, një pjesë shumë e madhe është të punësuar në federat. Domethënë është marrë rrogë për institucionit. Nuk e shoh një frym, domethënë të ndryshimit sa i përket klubeve. Çfarë parimisht, në aspekt demokratik normal është që shumë më mirë është me pas kundërkandidat. Këtu krejt problematika është e mënyra se si i lejohet dikujt me qenë kundërkandidat apo jo. Shumë u përfol edhe në rastin tem para 4 vite, domethënë çështja e nënshkrimeve. Unë nuk më pengon aq shumë me pas nënshkrime, se sa mënyra që është bëhet ajo punë. Domethënë do të ditë opinioni publik që prej 58 delegatëve, domethënë nënshkruesve potencial, një pjesë shumë e madhe është të punësuar në federat. Domethënë është marrë rrogë për institucionit. Natyrisht që kjo përbën konflikt interesi i pastër, po tash le të mbetet tek ministria me zgjedh këtë situatë bashkë me institucionin. Shiqo, për të qenë kandidat, çdo herë kom potencu edhe në për çdo paraqitje, nuk buron nga vullneti i individit, domethënë është përderisa kemi këtë sistem të zgjedhjeve, domethënë është një situatë ku duhet me marrë mbështetje për klubeve, duhet me pas një interes i shumë klubeve, domethënë për me bu një ndryshim. Ndryshimi nuk mundet me ardhë nga një individ. Si çdo herë, kemi biseda, kemi kontakte normalisht me klubet, po në këtë situatë ku jemi tani nuk është që ka një grup siç ka qenë herën e kaluar, domethënë. Si që kemi potencu edhe marret, kjo është një problem shumë i vjetër në lidhje me statutin. Çuditërisht nuk ka pasur ndonjë lëvizje gjatë 3-4 vitet e fundit. U majt një kuvend, ka pas ministria vërejtjet e veta, pastaj prapë qetësu situata dhe tani ja ku jemi në këtë situatën e njëjtë, domethënë si pothuajse para 4 vite. Momentalisht nuk e shoh një frym, domethënë të ndryshimit sa i përket klubeve. Kjo është unë çka muj me po, nuk do me thonë që i kam gjitha informatat. Unë natyrisht gjithmonë jam afër futbollit dhe për cjellin nga afër. Natyrisht që kontributi jam mundet me qenë jo domosdoshmërisht aty, gjithë e kam potencu, po prap kjo mbetet për të parë në të ardhmen, domethënë mos të shkojmë shumë shpejt, të ecim ka dalë.